Pas largimit nga shtëpia e Big Brother Albania, rikthimi i Rogerit në studio ishte një nga momentet më të tensionuara të atij sezoni. Publiku priste përballjen me Monikën, sepse dinamika mes tyre kishte qenë një nga shtyllat kryesore të debatit gjatë javëve të qëndrimit në shtëpi. Dhe pikërisht ajo që ndodhi në studio nuk zhgënjeu pritshmëri për dramë. Me një ton të ashpër dhe të drejtë për drejtë, Rogerti ju drejtua Monikës me akuza të forta. Ai deklaroi se ajo e ka bërë lemë Shqipërinë dhe se e gjithë Shqipëria ka një opinion të keq për ty. Këto fjalë nuk ishin thjesht një reagim emocional i momentit, ato dukeshin si një grumbullim zhgënjimi, inati dhe ndoshta ndjenje padrejtësie që ai e kishte mbajtur brenda gjatë kohës në shtëpi. Sipas këndvështrimit të Rogerit, Monika kishte ndikuar negativisht jo vetëm në lojën e tij, por edhe në perceptimin publik. Ai e akuzoi për standard të dyfishtë, nga njëra anë, sipas tij, ajo kritikonte të tjerët dhe jepte opinione të mira për veten si e drejtë dhe e moralshme. Nga ana tjetër, ai pretendonte se ajo vetë ishte cop-cop, pra e paqëndrueshme dhe kontradiktore në veprime e qëndrime. Ishte një sulm i drejtë për drejtë ndaj integritetit të saj si lojtare dhe si figurë publike. Kjo përballje nxori në pah një element thelbësor të reality show-ve, luftën për narrativën. Brenda shtëpisë, çdo banor përpiqet të ndërtojë një imazh të fortit, viktimës, strategut, të drejtit moral. Jashtë shtëpisë, në studio, kjo narrativ përplaset me perceptimin publik dhe me analizat e opinionistëve. Rogerti, në atë moment, dukej se po përpiqej të rimerte kontrollin e historisë së tij, duke e zhvendosur fajin te Monika. Nga ana tjetër, reagimet e publikut ishin të ndara. Disa e panë si një shpërthim emocional të kuptueshëm, një burr i lënduar në krenari që kërkon të mbrojë imazhin e tij. Të tjerë menduan se akuzat e tij ishin të egzageruara dhe se përgjegjësia për largimin e tij nuk mund t'i faturohej vetëm një personi. Në fund të fundit, loja është individuale dhe vendimet janë personale. Përplasja mes tyre nuk ishte vetëm konflikt personal, ajo simbolizonte përplasjen mes dy stileve të forta, një qasje më tradicionale, krenare dhe impulsive e Rogerit dhe një qasje më strategjike, provokuese dhe psikologjike e Monikës. Studioja u kthye në arenë ku nuk diskutohej vetëm loja, por edhe morali, ndikimi publik dhe perceptimi shoqëror. Një aspekt i rëndësishëm i kësaj përballjeje ishte pretendimi se e gjithë Shqipëria ka një opinion të keq. Në reality show është e vështirë të flitet në emër të gjithë publikut. Opinioni është i fragmentuar, ka mbështetës, kritik, neutral. Shpesh, deklarata të tilla janë më shumë retorik emocionale se sa pasqyrim real i një mendimi unanim. Në fund, rikthimi i Rogerit në studio dhe debati me Monikën tregoi se loja nuk mbaron me dalje nga shtëpia. Ajo vazhdon në diskutime publike, në rrjete sociale dhe në përballje direkte. Ky episod mbetet një shembull i qartë se si emocionet, krenaria dhe perceptimi publik ndërthuren në një format si Big Brother, duke krijuar momente që mbeten gjatë në kujtesën e shikuesve.